Përshëndetje. Duhet të kryeni një procedurë pranë një komisarie dhe ju kanë thënë që duhet të paguani një taksë. Po ju tregoj si bëhet. Kemi zgjedhur bankomatin e bankës Kajsha. Më ndiqni. Klikojmë ekranin, mund të zgjedhim gjuhën që dua, mund të zgjedh castellano, spanjisht. Dhe do të shkoj tek opsioni pagos en efectivo, pagesë në kesh. Do të na kërkojnë numrin e telefonit për të kthyer kursurin e vlerës që do fusim dhe zgjedhim opsionin e parë, pago con código de barras. Tu kam marrë në dokumentin taksën të cilën duhet të paguaj dhe e kaloj tek skaneri. Presim që ta lexoj. Në rregull. Tu në shfaqen të dhënat, do të vendosim manualisht vlerën që duhet pagojmë, në këtë rast është 10.94. Klikojmë tek importe 10.94. Nuk duhet të bëjmë gabim me këtë shumë. Konfirmojmë numrin e taksës, justifikante që quhet, mbaron me 593, edhe në këtë rast konfirmojmë që mbaron me 593. Siguiente, i japim vazhdim. Dhe do të vendosim numrin e njës të personit për të cilin paguajmë taksën. E shohim me vëmendje, mbas mund ta vëmë gabim. Japim vazhdim. Konfirmojmë dhe një herë të dhëna që të jenë të sakta, vlerën 10.94, konfirmojmë. Dhe tashmë duhet vendosim vlerën, do të vë 20 euro edhe e konfirmojmë. Do të vendosë numrin tim të telefonit që kam të lidhur me pagesën. Që shihni, hapet vendi i pagesës, vendos lekët. Sa për të bëhen llogari, konfirmoj edhe vlerën që më kthin mbrapsht, konfirmoj. Po kryen numërimin gjatë kësaj kohe dhe në vazhdim duhet na hyj një mesazh apo notifikim nga banka jonë për vlerën e kthyer mbrapsht. Ky është te konfirmuesi i pagesës. Këtë dokument duhet të dorëzojmë pranë komisarisë bashkë me taksën fizike që kemi plotësuar. Dhe tu na vjen edhe pagesa e kthyer nga banka. Ka që është.